na dha kënaqësinë të rinte edhe pak minuta me ne, ndërkohë që Pano të fitojmë kohë sa më shumë. Pano, ti do më thuash mua, të lutem me pak fjalë, edhe pse njerëzit të martave të shohin nga ora 9 deri në orën 10 në emisionin tënd me Pano Sokon. Do më thuash Panoja, i kam këtu. I kam pyetje tu sepse këto janë gjëra që nuk janë shumë në gazarin që unë kam bërë gjithë këto vite, kur vjen puna te ekonomia, unë gjithmonë jam me sy hapur kështu. Kam përgatitur disa pyetje. Të cilat nuk janë pyetje tamam, janë thjesht pika që ti të na kthjellosh pak. Bëhet fjalë për të rritje të çmimeve që ndodhi, ndërkohë që sipas atyre që kemi dëgjuar nuk duhet ndodhë tani sepse ne akoma po konsumojmë naftën dhe benzinën që kanë marrë para se të vënte lufta. Para nuk se ndodhi lufta dhe pra zotë ngrishit me njerë. Rritja e çmimit të naftës në treg, Pano Soko. Pyetjet janë direkte. A është apo jo grabitje? Spekullim. Është spekulim. Pse? Spekulimi është loja me emocionin. Është loja me emocionin kur çdo tregtar kur zgjohet në mëngjes ka një qëllim, si të fitojë sa më shumë. Dhe natyrisht ka nevojë për një barë morale nga mbrapa që këtë fitim, sidomos në raste të tilla ku industritë janë të centralizuara, ku ne kemi ato që quhen monopole, pra ose kartele, marrëveshje kartel, natyrisht që hapësirat janë të jashtëzakonshme për të përfituar, por aty shfrytëzohen situata të tilla, të cilat injektojnë, le të themi frikë, mosbesim tek e ardhmja, dhe përdoren për të spekuluar. Pra, nëse ne kemi gjithë frikë se nafta do mbarojë, atëherë të gjithë jemi të prirur ta blejmë naftën sa më shtrejt e mundur. Ky është parimi i spekulimit. Dhe çfarë ndodh këtu në Shqipëri është që po spekulimi, po kujtoj një shprehje të famshme dhe nuk po e them autorin, se s'është më ai lezetshmi që ka qenë dikur. Spekulimi, çfarë dini spekullimin zotëri? Se i thoshin atij, jo se ti po spekulon. Dëgjoj një herë dy herë, çfarë dini spekullimin zotëri? Spekulimi mban botën e këmbë. Se kush i mban bursat? Kush i mban bursat? Spekulimi. Jo, nuk e kupton çka ka thënë. Vale, po thua. Edhe gishti kështu. Çfarë dini spekullimin zotëri? Spekulimi mban bursën e këmbë. E vëllon, pushoj ai tjetër. Kështu nuk është zakonisht gjë e keqe spekulimi. Spekulimi i rrezon bursat, nuk i mban në këmbë. Po nesër është në mënyrë. Po. Spekulimi është ideja pra që ideja e shfrytëzojnë emocionin. Bravo. Pra, shfrytëzojnë momentin, shfrytëzojnë emocionin dhe natyrisht duke shfrytëzuar emocionin, ata përpiqen të përfitojnë sa më shumë jetë e mundur të fitojnë para. Tani, për këtë arsye ne kemi shtetin, i cili do duhet garantonte që si në çdo marrëdhënie tjetër tregtare, si në çdo tregti tjetër. Çfarë ndodh është kur merr domatet, ka një parim inventarizimi që quhet FIFO, shpërthim first-out, do të thotë domatet që hynë të parat magazin, ato dalin të parat. Pse? Se prishen. Qartë. Ti s'mund marrësh ato që erdhën të fundit i nxjerrësh parat në banak. Dhe ky është parim që e ka shoqëruar tregtin për gjatë gjithë kohës sa është standardizuar tash. Qartë. Dhe normalisht bën sens, ka të gjithë prerogativat për të përdorur. Nafta që do duhet të shitet sot. Ule pak Pano, le se ka kokën shumë lart ekranin. Futë pak më në mes. Ule pak poshtë, po. Është një naftë që është blerë... Ja, këtu unë dhe Pano, po. Është një naftë që është blerë në dhjetor, është blerë në janar, që është blerë në shkurt. Në kupton? Në dhjetor, bazuar në parimin e kostos, nafta ka qenë 600, po themi për çmimin placë, që më ngatroj me brendin, sepse këtu ngatrohet shumë brendi me placë. Me kë, çmimi çfarë? Çmimi brend është për naftën bruto. Po? Çmimi placë është për dizelin. Po. Çfarë thon placë? Placë është çmim placë. Placë është çmimi gjermanisht. Po, çmimi dizelit. Stefan Placë. Nuk ka lidhje me Placë. Jo, s'ka lidhje. Dakor. Placi për kulturë është çmimi... Stefan Placë është e Vienës, fakt. Është çmimi mesatarizuar i kontratave dy palshe që lidhen në tregun e Aras. Tregu i Aras është Amsterdam, Rotterdam, Antwerp, për 19 minuta të kuotuara në London Stock Exchange. Pra çfarë bëhet, mesatarizohen kontratat personale që lidhen mes dy palëve, merret çmimi me sa lidhet ti lidh me 10, po ti me 9, po ti me 8, po ti me 9.5. Kjo është bursa si thua. Bravo, ky çmim mesatarizohet dhe publikohet. Qartë. Dhe ky është si udhëzim për gjithë tregjet e tjera. Qartë. Nuk është i detyrueshëm, por është udhëzim. Qartë, për tregjet e tjera. Atëherë, çmimi plac që përdorim ne, kur ka marrë naftën, kur është blerë nafta, kjo nafta që është sjell këtu në Shqipëri, ka qenë me $600. Sot po e trajtojmë si kur atëherë kur është blerë me $1.100, me $1.200. Qartë. Më kupton? Pra, ideja është që spekulimi që ndonte fakti që, mor zotri, kostoja e madhe që ti ke blerë,
ka qenë me $600. Ti, kur e shet, nuk mund ta shesë sigur e ke bler me $1.200. Qartë. Sepse i bie që sot, përdorimi i çmimit të bursës që thonë këta, është që ai po e vlerëson inventarin e vet sikur ka me $1.200. Këto $600 janë spekullim, sepse ai s'ka paguar para për këto. Atë naftën që ka në Porto Romano, ku janë depozitat, e ka bler me $600. Dhe prandaj do duhet ta nxjerrim me këtë çmim. Por për këtë gjë, ne duhet të kishim një shtet i cili mendonte vërtet për këtë, për qytetarin e vet. Çfarë ka ndodhur? Kemi sot ligjin për rezervë strategjike. Fillesa për këtë spekullim është tek ai ligj. Sepse ai lejon, bashkë me kodin doganor, që për llogaritjen për efekte taksave ta bëjmë me çmimin e placit të ditës. Pavarësisht se ai e ka bler naftën me placin. Këta që po ngrënë tani e kanë zbazuar edhe në ligj, thua ti. Po. Apo janë rregull atëherë? Po pra, nuk po them, nuk janë këta nuk është janë të paligjshëm. Nuk janë në shkelje ligjin këto me. Janë në shkelje ligji, këta janë të pandershëm. Qartë. Më kupton, pra këta. Ashtu si kemi thënë asnjë njerëz, nuk është njerëz nuk e dinë, kupton. Bravo, pra këta abuzojnë me këtë. Dhe natyrisht ligjet tu në Shqipëri për shumë kohë janë bërë për interesat e disa persona. Po sigurisht të për këtë do bëhen. Pra, natyrisht. Dhe kjo sjell këtë situatë që kemi ne sot. Pse? Sepse ai thotë që unë e zhdoganoj. Në fakt ligji përcakton zhdoganimin ta bëjmë me çmimin plac të ditës. Jo shitje në treg sepse shteti nuk detyron të do të shesësh. Do kush do të kosta që do llogarisësh. Por ai e ka këtë si spiran, si çengel, kapet te ky çengeli i zhdoganimit me çmimin plac të ditës dhe thotë, shteti më detyron mua Këtu është spekulimi. Këtu është spekulimi. Pano, kush përfiton nga rritja 202 lek litri naftës dhe a është zoti Kastrati, kompania Kastrati, viktime tregut apo arkitekti çmimeve? Është arkitekti çmimeve. Ai është arkitekt? Po. Që ne të operojmë në këtë treg që kemi sot, në ca kushtet të cilat praktikisht do duhet mos ekzistonin një treg të lirë, ne kemi atë që quhet marrëveshje kartel mes palëve. Çfarë bëjnë? Kompanitë e një palë apo vetëm Kastrati? Jo, kompanitë e një industrie të caktuar bien dakord me njëra tjetrën, në këtë rast të naftës, kompanitë e naftës, bien dakord me njëra tjetrën. Siç bien to sigurimeve? Bravo, si të sigurimeve, si banka. Gjithandej, po. Pra, si këto celularet. Deri këtu asgjë të re. Pra, bien dakord që ta mbajnë çmimin të fiksuar. Qartë. Pra, të gjithë mos lëvizin çmim. Ky quhet si quhet kjo në ekonomi? Marrëveshje kartel. Marrëveshje kartel ose ndryshe? Marrëveshje kartel. Jo, nuk është oligopol ky. Jo, s'është oligopol. Nuk është oligopol, është tjetër gjë. Kemi shumë palë. Okej. Nuk është se kemi vetëm 2 palë që ta quajmë. Dakor, janë disa palë thotë. Janë më shumë se 2 që kemi diçka tek 10-15 kompani që tregtojnë naftë. E kuptova, quhet marrëveshje kartel. Kartel. Bukur. Pra bie dakord gjithë industria, gjithë pjesa e sektorit, bie dakord që shikon ne se s'kan ç'a bëjnë njerëzit. Njerëzit do vinë ta blejnë naftën tek ne. Po patjetër. Që hajde ta mbajmë çmimin lart. Pirë një qaf njerëzve, më kupton? Tani për këtë do duhet që të ndërhyjë shteti. Për mos lejuar këtë. Çfarë sjell kjo? Kjo sjell që ne të paguajmë një çmim të lartë pa përfituar nga të mirat dhe benefitet që sjell ekonomia e tregut. Kush është benefiti i ekonomisë së tregut? Konkurenca. Roland, mund të mbështesh për çetin tënd si një shpinë tënde se s'duhet të mlodhesh. Pra, konkurenca është benefiti që na sjell ekonomia e tregut. Këta na heqin të vetmin mjet që kemi ne për të përfituar nga ekonomia e tregut. Më kupton? Pra na heqin konkurrencën. S'kam konkurrencë aty. Sa aty kanë dakord gjithë palët. Më kupton? Prandaj e quaj arkitekti, por më le të ta zgjeroj pak më tepër. E di kush është një ndër përfituesit më të mëdhenj të kësaj që po ndodh? Jo. Shteti. Shteti ke fjalën shteti, pushteti? Qeveria. Qeveria. Jo individi, nuk po merre me lekët e rishfetit. Qeveria. Pse? Sepse sa herë që rriten çmimet, rriten taksat. E kupton? Bara taksive kryesore tek çmimet e produkteve, sidomos konsum, është TVSH-ja. Qartë. E cila është 20% e çmimit. Kur çmimi është 100 lekë, TVSH-ja është 20 lekë. Pa akciza, lëviz akcizën? Jo, madhrat me akcizë? Dakor. Është e fiksuar. Okej. Në këtë rast nuk ka akcizë të naftat e kjo. Po, është diku tek rreth 34 lekë mos gaboj. Kanë këto karburantë akcizë, jo? Kanë, patjetër nuk diskutohet. Po shteti është ai që po përfiton më tepër. Dhe ajo rritje e çmimit që ti thua është 300 lekë sot, duhet pjestuar. Jo, nuk thash 300 lekë. Po, do të thënë, po themi, nuk po thua ti. Qartë. Pra, po themi që është 300 lekë sot, duhet pjestuar. Nuk është e gjitha e tregut. Jo, aty 60 lekë aty çmimi shkojnë te shteti. Shkon në buxhet të shtetit. Në buxhetin e shtetit. Pra, më të bëj një parantezë, e kuptova. Pra, kur zoti kryeministër Ramsi Katërt, po, dakor? Katërti, po. Po, thot, që ka dhe emrin e thot me mburje, po Ramsesi, thot me mburje.
E ke parë që del gjithmonë për shembull, sa herë që një herë në 2-3 muaj del dhe thot, ne jemi krenar, thot, për punën që kemi bërë në këto vite, sepse ne thot kemi katërfishuar buxhetin e shtetit. Në fakt, me fjalë të tjera do të na thot, ne ju kemi rrjepur 4 fish. Ku ju kemi gjetur? Se lekë të kujt janë ato. Se ky është problem. Nga i gjen ato lekë. Shtetëmeshme kur e mendon. Dhe ka njerëz që e besojnë që ai është i madh. Ai është gjigant. Ka 4 fishuar buxhetin e shtetit. Në fakt, është duke të thënë, ju kemi rrjepur 4 fish. E vërtet është. Imagjinoj se ato lekë ti kishin njerëz të shkret që punojnë. Gaslighting. Do ishin më të lumtur se sa po ti kishe marrë shteti. Që sigurisht i harxhon në mënyrë shumë brillante. Po. Tani filloi momenti i lodrave. Si që kuptove. Dhe çfarë ndodh? Pra, përverse këtyre që arkitektojnë çmimin, ne kemi edhe këta aktorin tjetër që në fund fare nuk është se ndjet, domethënë nuk është rehat edhe të ky pozicioni që po merr tani, sepse të hyrat në dogan, ti je gjigant. Vlerat e taksës doganore do rriten, se të taksat doganore llogariten mbi çmimin, vlerat e të VSH-s do rriten, të ardhurat do rriten, po 2-3 projekte të tjera shtesë do t'i bëjmë, me këto lekët shtesë që do marrim, kështu që të gjithë jemi të lumtur të gëzuar, përveç popullit. Sepse vetëm populli është ai që nuk është i gëzuar. Populli ka qenë, gjithë aktorët e tjerë, dhe do të jetë handikapati i historisë, dihet ai. Bravo. Të gjithë aktorët e tjerë dhe viktima e historisë. Po, handikapati, në kuptim. Të gjithë aktorët e tjerë janë të gëzuar me këtë që po ndodh. Më kupton, dalin në televizor, bëjnë si të shqetësuar, por në fakt asnjë nuk është i shqetësuar. Qeveria nga një anë, qeveritarët nga një anë, sepse ata nuk e kuptojnë çfarë është çmimi i naftës, sepse se paguajmë me naftë. Pra, ai nuk e di se ç'do të thotë nafta 2000 lekë. Pra nuk e ka një ide se çfarë është. Ka 13 vjet që janë pushtet, gjithë naftën ja paguan populli etj etj. Nga krau tjetër, grosistët e naftës bëjnë si të shqetësuar, por në fakt janë të gëzuar, sepse kjo i kalon jo vetëm lojën me hapësirën e abuzimit me atë që ka ndodhur më përpara, me naftën që kanë tani, po edhe më tej. Se çfarë do të ndodhi është abuzimi, spekulimi me atë që do ndodhi më tej. Më kupton? Pra ti të hapet dera për të spekuluar më mbrapa. Më kupton? Të mbetet e hapur dera për të spekuluar, se situata të tilla e lën derën e spekullimit të hapur, kështu që të gjithë janë të gëzuar. Bëjnë si të mërzitur, po janë të gëzuar. Dhe në fund fare, ata që janë të hidhuruar janë vetëm unë dhe ti. Pra pano, nëse kuptova mirë për ta mbyllur, edhe emisionin edhe të falenderoj që më erdhe dhe ma bëre të shpjegim të qartë dhe thjesht për njerëzit, kjo është kosto lufte që ne po përjetojmë, kjo rritje që mund shkojnë 250 lekë, apo bare pa drejt për familjet shqiptare? Shiko, nëse ne do ta inventarizonim këtë çmim që është rritur, natyrisht që raportet si kundër kanë qenë, janë dhe do të jenë që në kohën e Karl Popperit është 10% është kosto dhe 90% është spekulim. 10% është vetëm kosto? Vetëm 10%. Pra nëse unë do të inventarizoj sot rritjen e kostove, jo vetëm në Shqipëri, por në përgjithësi, pa parashikueshmëria është kostoja më e madhe në ekonomi. Dhe pa parashikueshmëria pse? Sepse hap derën e spekulimit. Kur situata bëhet e pa parashikueshme, frika mbizotron, spekulimi prevalon. Dhe në këtë situatë, Karl Popper thot llogarit që... Karl Popper është ky shoku i Sorosit. Po, jo, më nuk ka lidhje. Pisha kam është patut. Se Sorosi ti e di që atë ka pasur si... Po, edhe Sorosi ka pasur si idhu, por edhe Sorosi është një mendje brillante kur vjen puna tek spekulimi financiar, sepse është një ndër le të themi aktorët më të suksesshëm në këtë sferë, por ai ka parashikuar, ai thotë që në $10 thotë 1 është kosto, thotë. 9 janë spekulim, thotë. Pra kjo që po ndodh tani në Shqipëri, ti thua, po ndodhen në vende të tjera të Europës, në Itali, në Francë, në Ballkan, në Malzi, në Kosovë. Ndodh në shkallë industriale. Pra Shqipëri është më banale. Kush është problemi? Se ku ndryshon që është më banale? Është më banale sepse operatorët janë pak, sasitë janë të vogla. Pse më ti mendon që në Francë janë më shumë operatorë se këtu të mëdhenj po flasim? Jo, nuk diskutohet për të mëdhenj. Ne po flasim për rafineri. Sa rafineri? Franca ka diku drejt 1400 rafineri. Nuk është e lehtë për të kontrolluar sepse ata futen në pirë tek për tek në marrëdhënie çmimi, më kupton? Pra, është një lëm i madh i gjerë që ka aty brenda shumë kashtë, bar, ka deg, ka fije pemë etj. Pra, nuk është kaq e lehtë. Në Shqipëri është me thjesht. Ne jemi thjesht një shkure. Më kupton, kaq kemi për pak të shkurën tonë. A e kontrollojmë të shkurën tonë? Dhe këtë shkurën tonë nuk e kontrollojmë sepse nuk duam, jo sepse nuk mundemi. Sepse natyrisht që ne dimë që aktorët që janë përfshirë në atë lojë janë të njëjtët aktorë që në fund fare zotërojnë diku te rreth 30% të prodhimit brendshëm brut. Pra, rritja e çmimit të naftës
për benzinës prapë nga rjetime s'më the asgjë Shiko, ç'ti e madhe. sepse Unë që vdes për benzinë, unë nuk e zot makinë me naftë asnjëherë. Shiko, raporti i përdorimit në Më Shqipëri. pëlqen dhe ere benzinës shumë sa e mirë që është e paparë. Raporti i përdorimit të lëndëve djegëse në Shqipëri është 69% është nafta, rreth 19% është benzina dhe rreth 12% janë të tjera që gazi është, domethënë ato hibridet me gaz është një dhe makinat elektrike dy. Pra ky është raporti i naftës është më e madhe. naftë, është 70% gati. Qartë. Kështu që prandaj e quajmë naftë, sepse është 70% të konsumit. E kuptova. Po nuk është dhe benzinë, benzina është e njëjta gjë, bile është me shtrenjtë nga ndonjëherë benzina. Po, benzina natyrisht është me shtrenjtë sepse kërkon më tepër procese për tu. Ndërsa për të përgjigjur dhe ambasadorit, ka pasur ishte një skenar i gjithë kjo që ndodhi me rafinerinë në Shqipëri. Dhe pikërisht për të folur, domethënë për skenari ka pasur dy, pra kanë qenë. Cila ishte pyetja e ambasadorit për i publik që mbrin tani dhe nuk e ka dëgjuar? Publikun ishte pse nuk flasin pse nuk flitet për naftën shqiptare. Dhe i them që nafta shqiptare në optikën e parë ka qenë një abuzim i pastër me rafinerinë, ju e keni parasysh besoj që historinë që e morën disa biznesmen, e përdorën për të marrë kredi nëpër banka, morën rreth 700 milion euro kredi, lanë pa paguar rreth 200 milion euro në tatime, i mblodhën këto lek, i çuan jashtë Shqipërisë dhe përfituan. Por ky ishte përfitimi i parë. Ajo që vërtet u punua toka, për të cilën u punua ajo tokë, ishte fakti që këtu do duhet iqeshin gjithë operatorët që ndërhynin dhe tregu naftës. Që tregu i naftës ishte i pastër nga nafta bërndase. Të kishin vetëm naftë importi. Më kupton? Exact. Që ata njerëz që përmendim kastrati, që përmendim ne, ta kishin tregun e pastër. Më kupton? Kjo është arsyeja pse ne kemi pasur një propagandë jashtëzakonshme, që ka filluar me nafta jonë është e rëndë, më kupton? Është budalliku më i madh, në 50 vjet kemi mbajt avion në kohën e diktaturës, ne kemi mbajt avion me produkt të prodhuar nga nafta jonë. Kundërzi është e mirë nafta rëndë. Patjetër. Profesor, 60 sekonda që s'ke për thënë diçka se duhet ta mbyll. Ndjes, po më duhet të ndërpres. Do thosha që në rast se tilla rritje çmimesh, rregullatori politik është vendimtar, domethënë nëse qeveria. Rregullatori politik. Domethënë nëse qeveria fiton më shumë para, do të gjejmë mënyrë të rishpërndaj njerëzve, siç ndodhte në Austri në kohën e Covidit, ku rritën çmimet dhe qeveria fitoi më shumë lek dhe gjeti një mënyrë për t'ia rishpërndar konsumatorit austrisë. Qartë, në forma të tjera. Forma të tjera. Gjithsesi, për një gjë biem dakord, pa nëse nuk kuptova mirë. Që pas rritjes çmimi të naftës, gjase për shkak të luftës, kryeministri dhe qeveria do mburet shumë shpejt dhe do thotë kemi marrë shumë lek. Shiko sa mirë kemi rritur buxhetin e shtetit me kaq. Ai që kemi rritur me kaq. Jo kemi marrë, po patjetër. Totusi po bënamin sonte është Totusi është ky QR kodi këtu në ekran. Po lexoj disa pyetje për të respektuar njerëzit që kanë bërë pyetje për të ftuarit, ka dhe pyetje për panon tani. Po lexoj disa sepse për arsye kohës s'kemi mundësi. Arosi në Totus në QR kod shkruan Mirëmbrëma Çani për gëzime për cilësinë dhe stofën e të ftuarit sonte. Kemi nevojë për njerëz kompetent si zoti Bimo. Faleminderit Aros, tregon që je njeri i zgjuar, prandaj të pëlqen njerëz të mençur. Eraldo thot, jo, Eraldo nuk thot asgjë në fakt, thjesht çon një buzëqeshje. Pastaj thot Ramsesis 4, jo Ramsesis, Ramsi 4. Pyetje për zotin ambasador, a është ky momenti më i përshtatshëm për Kinën t'i bjerë Tajvanit? Dhe ta pyes mërkurën tjetër. Mbani mend të pyetet, më çoni prap. Mirëmbrëma zot Çani, thot Rudini, shumë respekte. Në të paktat personazhe i dalin në media, shpresoj që ambasadori ta ketë mundësi të ndihmojë sa do pak shoqërinë dhe politikën shqiptare, respekte. Eksploruesi thot Çani pyet pak ambasadorin kujt ja ka borxh ai të madh Amerika që përmendi kujt ja ka atë borxh ai të madh Amerika që përmendi pak më parë. Thot Eksploruesi ka dërguar në orën 22:15 minuta, tani do të referohemi kontekstit, kështu që gjithsesi Eksplorues do ta verifikojmë. Unë e kam parasysh për çka ka fjalë. E ka parasysh? Po, i përgjesh do të me 3 fjalë, jo? Të gjitha atyre që mas të madhe borxhin ja ka vendeve të gjirit. Qartë. Po se i referoj që pse si mbron tani. Molosiani thot, nuk quhet naft crudo, por naft bruto. O regjia, thot. Ku e pe këtë naft crudo, naft bruto ti, Molosian? Se kemi në anësi titull. Molosian, kthjellohu. Sokoli thot përshëndetje diplomati i njohur, pyetje si do jenë marrëdhëniet e vendeve të gjirit me Amerikën mbas tyre që po ndodhin. U bë fjalë me miliarda arab
arabe, u bë fjalë për miliarda, investime arabe në Amerikë, thotë. Po ai 500 miliardë shqipamshëm që firmosi Trumpi me këtë. Me MBS-in, apo jo? Po nga investimet arabe në Amerikë më interesanti është 5 miliardë dollar në fondin Affinity Partners të Gerard Kushnerit, që mendohet se mund të konkurojë lobin izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me këtë fond nga Emiratet e Bashkuara të Arabia Saudite. Nuk ka lidhje me këtë që pritet ndodhi në Zvërnet. Me atë ka lidhje. Tjetër, apo me atë? Ai është. Si personazh po. Dakor. I fondi është Affinity. Affinity është fondi i cili do të marrë përsipër investimin në Zvërnet. Jo në Zvërnet, në Sazan. Po kjo gjëja e Affinity me këto 5 miliardët është interesante sepse vendet arabe vuajnë faktin që lobi izraelit i Shtetit e Bashkuara të Amerikës nuk quhet lobim nga jashtë, sepse janë amerikanë. Dhe tash këta i kanë dhënë para dhëndrit që të bëjnë dhe këta të njëjtën gjë, pra ta bëjnë influencën politike në Amerikë nga brenda. Bonita thotë kur të ikë Trump nga pushteti dhe të vinë demokratët, a do vazhdoj zoti Rama të krenohet me pjesëmarrjen e Shqipërisë në bordin e Paçes? Kila Visteko thotë mirëmbrëma Xhani, mund ta pyesë zotrin që do të dari me turp nga lufta Trump është e sigurt, sa do jetë përqindja e turpit. Ta themi të mërkurën tjetër, do kem ambasadorin në emision në lidhje direkte, sepse do jetë në Shqipëri. Mirëmbrëma Xhani, super Redi Kaso thotë super i ftuar. Sa keq që zotria thotë për ju zoti Bimo, nuk ka mundur do të jetë në pozita drejtuese më të larta në vendin tonë. Super emision sonte. Dëgjuesit të përshëndetje Çani pyetin pak ambasadorin si pritet të vazhdojë parashikimi i luftës në muajin e vazhdim, e tha ambasadori, për ambasadorin mbaron shpejt. Cili është qëllimi i forcave në luftë dhe se ndikoj i tham të gjitha këto. Ti ke shkruar këtë mesazh të pyetje në orën 22:26 minuta, ka ndodhur para se të vijë ti. Gregori thotë Çani na kënaqe me zotin ambasador, merre më shpesh në emision, le të themi që është 1% e elitës intelektuale shqiptare. Shumë komplimenta keni sot zoti Bimo në QR kodin që e bën emisionin interaktiv, pra që ne flasim dhe komunikojmë direkt me njëri tjetrin pse nuk shifemi. Ndërkohë që mesazhet për ambasadorin nuk kanë fund, më duhet të shkoj të lexoj dhe 2 mesazhe ose 3 në këtë minutazh që kisha me kolegun tim dhe mikun tim Panosoko. Spekulimi është në gjithë Europën, si në Itali, shteti asgjës s'po bën as këtej. Shteti thot Andi, jeton në Itali, nuk do rinë se taksa mbi naftën është mënyra më e lehtë me mbledh të ardhurat të shpejta. Pyetja është çfarë mund të bëjnë konsumatorët? Çfarë mundojnë? E mendoni dot? Ç'bëjnë pa konsumatorët në këto raste? Flëngjum apo flëngjum? Organizohen. Organizohen. Beni 88, a ka ndonjë llogaritje pano sa do të rikthehet në rritje të inflacionit kjo rritje e çmimit të naftës? Është shpejt, por nëse situata vazhdon në këtë situatë, pra ne jemi në fazën që sa vete pano thuaj vetëm sa mund të vej pak a shumë plus minus. Në qoftë se vazhdon një muaj kjo situatë, atëherë këtu kemi të bëjmë me inflacion që mund të kapi edhe shifrat e 10 deri në 15%. Gjë e mirë apo gjë e keqe? E keqe? E keqe. Shumë e lartë. Gjergje thotë Çani pyetë pak Sokon, çfarë ligji është për procedurat tatimore? Ç'do të thënë kjo? Ligji për rezervën strategjike të naftës është ligji për hidrokarburet në Republikën e Shqipërisë për dhe çfarë aksize ka nafta, thotë Gjergji gjithmonë. Nafta ka një akcizë të lëvizshme sepse ka të indeksueshme me inflacionin, sot është diku te 34.9 mos gaboj. Nesi thot super ambasadori, sonte Çani na kënaqe, ku pas ka qenë ky më parë. Respekte. Respekte dhe ju falenderoj shumë për mesazhet interesante që keni dërguar. Zoti Sokot na tregoi pak për AKBN në qoftë se e di ku është. Ç'është AKBN-ja? Po, AKBN-ja është Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, por s'ka tani në këtë moment është duke qenë se nafta shqiptare është duke humbur çdo lloj lidhje që ka me Shqipërinë, sepse humbi në momentin që humbi rafineria. Të gjitha këto institucione besoj se do dalin shumë obsolet, shumë shpejt. Se bankers në këtë moment nuk po punon fare? Po punon, po shet jashtë. Qartë. Jam pa fund mesazhet tuaja, falenderoj jashtëmase, për arsye kohe që ju më mirë kuptoni, duhet ta mbyll tani, ne bashkë do takohemi, falenderoj Panon dhe ambasadorin sigurisht edhe një herë, dhe ne bashkë takohemi të premte në orën, në çfarë ore i bie? Në 9 darkës, me kë? Me kismet jemi mirë, me zotin Kulla. Mos harroni Samsoni, po i afrohet Shqipërisë, është në Gjermani, korrupsioni